Pas gati 6 muajsh nga miratimi, ligji për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa ende nuk ka nisur zbatimin, për shkak të mungesës së akteve nënligjore nga Ministria për Pushtetin Vendor që priten të dalin deri në fund të shkurtit. Ligji ka kaluar, ne jemi në proces tashmë dhe shumë shpejt do të fillojmë në një fazë konsultimi, po e quajmë me paketën e akteve nënligjore, ku do të kemi përkufizim më të mirë të përgjegjësive që kanë banorët, roli i administratorit, kontrata tip që do të jenë një lloj në gjithë territorin. Dhe me përgatimin e kësaj pakete aktesh nënligjore, patjetër do të fillojnë pastaj jo thjesht konsultime publike, por besoj do jetë një përfshirje më proaktive vetë bashkive, sepse janë bashkitë që duhet ta çojnë përpara këtë proces. Si qyteti ku jeton rreth 25% e popullsisë së vendit, Tirana do të jetë zona ku ligji do të kenë ndikimin më të madh në zbatim. Në fund të shkurtit ne na vijnë aktet nënligjore, çka do të thotë që neve pastaj do ta vëmë edhe në zbatim. Në ndryshim me ligjin e kaluar, administratori kësaj here është i detyruar që të gjitha shërbimet të ketë në një libër shënimesh, që do të thotë libri në të cilat do shënohen të gjitha veprimet që ai do të bëjë me pagesën e banorëve, do të dorëzohen qoftë tek banorët, qoftë edhe në bashki. Ligji parashikon edhe masa për rastet kur banorët nuk kryejnë pagesat për mirëmbajtjen e ambienteve të përbashkëta. Në rastin që pallatet kanë një administrator dhe në rast se pallati ka nevojë për ndërhyrje, qoftë në ambientet e përbashkëta siç është fasada, qoftë edhe në terrac, ku janë pronar të gjithë banorët e pallateve, në të tilla raste, nëse dikush nga banorët nuk paguajnë, në ligjin e ri theksohet qartë që do jetë bashkia pastaj që me anë të një zyre të përmbarimi do marri pagesën e terracës nëpërmjet mbajtjes së rrogave, nëpërmjet mbajtjes së taksave. Sipas ligjit të ri, pagesat e banorëve do të mblidhen nga administratorët e pallateve, të cilët duhet të jenë të regjistruar dhe të njohur zyrtarisht nga bashkitë përkatëse.